Deklarimi sot i Komisionit ka një vlerë reale për melonin dhe hallin që ka ajo me emigrantët, por për qeverinë shqiptare ka një vlerë të posaçme politike. Kur nënshkroi marrëveshjen, kryeministri shqiptar e pati quajtur një zgjidhje që Shqipëria i ofron Unionit sikur të ishte vend antar i tij. Në këtë kuptim, Shqipëria sot ka hedhur dhe një hap të vogël drejt integrimit. Kjo në kohë kur Komisioni Evropian dhe drejtuesit kryesor politik të Unionit tashmë e konsiderojnë një fakt të kryer integrimin e plotë të Shqipërisë së paku deri në vitin 2030, ose siç thot Marta Kos, ndoshta edhe më herët, ndoshta edhe në vitin 2028. Kjo ndoshta me dhënien e statusit si antar vëzhgues në Parlamentin Evropian dhe Këshillin Politik Evropian. Duket kështu kohë e largët viti 2019, kur në kulm të krizës më të madhe politike që prej viteve 96-97, Shqipëria thuajse ishte në listë të zezë, me bojkot politik zgjedhjesh dhe parlamenti, me një president në luftë frontale me qeverinë, me njerëzit e opozitës në rrugë dhe me molotov në dorë. Holanda kërkonte rikthimin e vizave, ndërsa gjermanët ishin të ndarë paradite me Ramën, pasdite me Bashën. Po çfarë ka ndryshuar politikisht sot? Sali Berisha është i pandehur, presidenti i luftës është në qeli, ndërsa për Bashën nuk kujtohet as shoferi i tij, i cili e ka lënë vetëm të jap makinës në rrugët e kryeqytetit. Por nga i vit Edi Rama ka humbur drejtues politik të rëndësishëm që i ka në burg ose në arra tij për shkak të drejtësisë së re. Në fakt, suksesi më i madh i këtij vendi që prej shumë dekadash. Tirana pak ditë pas zgjedhjeve të 11 maj do pres samitin më të madh politik të BE-s, sikur të ishte një vend antar i tij. Dhe Edi Rama po fton sot shqiptarët ta votojnë atë sërish, jo thjesht si e vetmja rrugë, por si rruga më e shpejtë dhe e sigurt e integrimit të Shqipërisë në familjen europiane. Dhe këtu fillon një debat që me siguri nuk do të mbarojë as me 11 maj. Shqipëria sot ka ecur shumë krahasuar me vitin 2019, por dhe me atë 2014 kur mori statusin e vendit kandidat, apo me dhjetorin e vitit 2010 kur bëhej neogjibizat, apo dhe më herët me vitin 2006 kur nënshkruam marrëveshjen e asocim stabilizimit me Brukselin. Edhe reformat të tjera strukturore, zhvillime radikale, sidomos në infrastrukturë dhe urbanizim, i kanë dhënë këtij vendit bekuar nga natyra fytyrën e një shteti të civilizuar. Por jo çdo gjë që shkëlqen është flori. Reforma në drejtësi po jep rezultat edhe sepse korrupsioni është shumë i përhapur, por edhe sepse administrata publike është ku e ku larg një vendi të BE-s, qoftë edhe si Rumania apo Shqipëri. Turizmi tregoi se industria ushqimore është gjithashtu një histori suksesi. E prap, ngjarjesi me pulat me salmonel na kujtojnë më shumë pulat hungareze të viteve 80, se sa shije në një vendi ku kontrolli ushqimor është rigoros si në një vend evropian. Mora vetëm 2 raste, por ka shumë të tjera që të çojnë përfundimin se Shqipëria sot është më afër BE-s, jo për shkak të progresit të saj kryesisht, por sepse BE ka vendosur të na hap dyert më shpejt ndoshta se sa e meritojmë. Dhe për këtë, më shumë se këto tjetër, duhet të falenderojmë Vladimir Putin dhe konfliktin e Ukrainës, vetëm 2 orë larg Brukselit në vija ajrore. Sigurisht Berisha ka shumë arsye pse të mërzitet për integrimin e shpejtë të Shqipërisë, sa ko rivali i tij e ka kthyer në kartën e tij kryesore elektorale. Sali Berisha nuk ka asnjë të drejtë që të bëjë thirrje që Shqipëria të mos integrohet në BE, kur BE vetë thotë se Shqipëria e meriton integrimin. Por sa kohë dhe kjo çështje është e pjesë e debatit elektoral, ja vlen ama të ngrem pyetjen. Po nëse Sali Berisha fiton zgjedhjet, a do integrojë sërish Shqipëria në Bashkimin Evropian? Për këtë do të flasim sonte. Sikle. Mi mbroma dhe mirë se vini në Reelstore me mua në program, janë Fitim Zekti, mi mbroma Fitim. Martin Lega, mi mbroma Martin. Mi mbroma. Dhe Skënder Mirgjoz, mi mbroma Skënder. Fitim, do doja të njëse me ty një pyetje. Edi Rama e ka bërë kartën e integrimi vitin 2013, kartën e tij kryesore elektorale. Në fakt, ne këtu edhe në këtë emision, Skënder ndoshta më mirë se ju, e kujton, e kemi diskutuar shpesh herë që një mandat i 4 do kishte sens vetëm në rast se Rama do të premtonte integrimin. Fati rrethanat, padyshim dhe zhvillimi i Shqipërisë ka sjellë këtë pikë që sot jemi më afër se kur. Nuk e di çfarë do ndodhi nëse ne nuk integrohemi në 2030-ën, do ndodhi ndonjë çudi. Të paktën si janë gjërat sot. Por a ka drejt Edi Rama ta bëjë këtë kartë, pra integrimin e Shqipërisë në vitin 2030, kartën kryesore politike dhe elektorale vetëm për këto zgjedhje? Pa ta nisim nga këtu bisedën. Parimisht ai është i lirë të zgjedhë çfarë lloj karte, dhe në këtë kuptim ka drejt ta zgjedhë. Në një kuptim tjetër, mendoj, ai është një njeri që komunikon shumë mirë me zgjedhësit dhe e di që zgjedhësit duan t'u japësh një ëndër. 2 janë emocionet kryesore politike, o frika o shpresa, nuk ka tjetër. Dhe ai duke qenë se to 12 vite nuk mund të thojë dot që kam qeverisë mirë, kam zhduk korrupsionin, kam rregulluar ekonominë,
ku diun kam sigurin publik, nuk ka trafik droge, nuk i thot dot të gjëra, se ka dështuar në gjykimin tim qeverisja, por ama e di që duhet majt brenda një ëndre fushata elektorale, edhe e ka zgjedhur në mënyrë mendoj shumë të gjetur, pavarësisht se është në një mënyrë komplet futuristike. Nuk është se varet fare nga ai, nuk është fare në dorën e ra, pra ai ka përmenduar diçka që s'ka ai në dorë. Shkurt ma bëj. Pra ju thoni që Shqipëria është shumë larg të qenit një vend. Shiko, mund të jetë relativisht afër integrimi. Si antar e BE-s. Shiko, integrimi europian ka dy rrugë, ka rrugën teknike dhe rrugën politike. Nga pa me teknike... Me teknike i mbarojmë 2027-ën, problemi është... Jo, nuk i mbarojmë dot, shiko, çështja e kapitujve është e vështirë. Si thot Marta Kos paktën, ëh? Pra, ajo e thot, besoj për të na inkurajuar. Shiko, në vitin 2000, komisioneri për zgjerim Oli Rehn ka bërë një letër, e thotë që ne do kemi dhënë perspektivën e integrimit të vendet e Ballkanit në mënyrë që ato të rrinë të qëndrueshëm. Por integrimi ka një letër konfidenciale, është publikuar, por integrimi i tyre nuk dihet kur do bëhet. Pra ata e bën për inkurajim. Unë nuk mendoj se ne jemi afër nga pamje teknike. Shiko, Malizia dhe Serbia kanë nisur procesin e diskutimit të kapitujve ka disa vite. Edhe janë shumë 2012 në Malizi, po. Po pra, ka mbi 10 vite. Edhe ato janë tek 1/3 ende e kapitujve. Imagjino sa kohë do duhet. Sigurisht që kapitujt do mund të ecin shpejt. Do varet, pra varet nga rrethana të tjera. Pra gjëra teknike është e kombinuar detyrimisht me gjëra politike. Absolutisht. Domethënë, kështu që ku diun, shikoj, BE-ja që nga 2007 nuk ka një traktat të ri. BE-ja nga 92-shin, në 2007 ka shumë traktate. Është Maastrichti, Nisa, Amsterdami, Lisbona, nga ajo kohë nuk ka më, sepse ka një problem në BE. Mund të diskutohet. Pra, zgjerimi i BE-s në Europën lindore, me vende me probleme me funksionimin e ligjit, me vende sidomos me ekonomi bujqësore, ka shumë rëndësi kjo gjë thuhet, sepse politikat e bujqësisë dhe politikat e kohezionit janë shumë të mëdha në Bashkimin Evropian. Gati 80% e buxhetit evropian është politika kohezioni dhe politika bujqësore. Kur them politika kohezioni, vendet e varfra, ato që kanë 75% të ardhurat, sa të ardhurat në BE-s, ato financohen. Po kjo rrit kostet e BE-s apo jo? Kështu që BE-ja u fut në stagnacion, themi sa i takon zgjerimit është ky i famshmi lodhja nga zgjerimi ose euroskepticizmi, për shkak të zgjerimit në Europën lindore. Tani ata nga ajo kohë, nga 2007 kanë stopuar dhe kanë dalë problemet e brendshme, sepse problemet kanë prodhuar shumë gjëra, domethënë, kështu që... Po, për ndërkohë ndodhi Ukraina dhe u duk sikur u harruan këto zgjidhje. Tani politikisht, politikisht OECD një zgjidhje politike. Politikisht mund të jetë një eureka për ne shqiptarët. Pra mund të ndodhë që mund të integrohemi realisht, dhe në këtë sens Rama ka kapur një gjë, që mundësitë praktike që procesi për shkaqe politike të ecë përpara është i mundshëm, edhe është i mundshëm edhe me Ramën sa me opozicion, sepse opozita ka këtë çështjen e izolimit ndërkombëtar. Pra ka kapur një gjë Ramas, jo se s'kap një gjë. Është futuristike, por ka një lloj kapje ku mund ta mbaj narrativën e këtyre një muaji e gjys me shpresën që do ngjisë disa shpresën 2030 Skënder. Është futuristike, gjithsesi, po. Pra dalim, a ka drejt një parti politike ta bëj kartë elektorale, një proces i cili edhe nga Brukseli, po dhe vetë Rama shpeshherë ka thënë që nuk duhet ta trajtojmë në mënyrë partijake, po. Në vitin 2005, po kjo ka humbur në shtypin shqiptar plotësisht, Sali Berisha ka premtuar që mund të hyjë Shqipëria në BE në 2010, në fushatën e 2005-s. Pra mund bëhen kësi lloj gjërash, nuk është politikanë. Po, ndërkohë i vetmi ndryshim. Nuk e di mbani mend ju apo jo? E mbaj mend, po mbaj mend në 2013 kur Berisha tha do t'ju heq vizat me Amerikën. Po, pra gjëra kësaj natyre në politikë. Por ndryshimi kam përshtypjen në Skënder që është më shumë tek ata, pra tek Brukseli se sa tek ne. Pra janë ata që e duan këtë gjë deri diku na kapën kafil, na kapën në mënyrë të papritur. Pra na bën një ofertë për cilën ne vetë nuk ishim përgatitur ta merrnim. Sokol, ne gjithë kujtojmë këtu për shkak të Ukrainës, sigurisht. Periudhën kur mes evropianëve kishte pra pjesës politike dhe pjesës teknike, kishte një distancë shumë të madhe sa i përket hapjes negociatave me Shqipërinë, pasi komisioni, në mos gaboj, 3 vjet rresht thoshte që Shqipëria i ka bërë të gjitha detyrat e saj dhe rekomandonte hapjen e negociatave, ndërkohë Këshilli nuk pra kishte një përplasje midis komisionit dhe pjesës politike. Do të thotë, teknikisht jeni në rregull, politikisht jo. Pra, gjithmonë është ky debat sa i përket zgjerimit BE-s. Është një proces teknik apo është një proces politik? Dhe gjithmonë prevalencë ka pjesa politike. Vendos, patjetër se kështu. Patjetër. Tani Këshilli politik vendos për gjithë. Oli Rehnin dhe edhe disa situata unë përmenda Marta Kosin që parë ishte pasusja e tij. Unë kam përshtypjen se Marta Kos nuk mund të krahasohet si qëndrim flas dhe si moment dhe si situatë as me Varelin, me paraardhësin e saj, i cili siç ne e dim, me ne shqiptarët duke qenë hungarez ishte gjithashtu shumë
pozitiv. Po, i tha Ramës mos gabojt e takimi fundit, ati tha do të caktosh komisionerin e parë shqiptar. Pra e bëri fakt kryer. E bëri, veç se Sokol, ndryshimet që kanë ndodhur jo vetëm muajt, sepse situata është shumë fluide në Evropë në këtë moment, por edhe në javët e fundit, jo vetëm muajt, por edhe në javët e fundit në Bruxelles, në krahasim ose në raport, po themi, me pjesën tjetër të botës, janë të tilla që mund të etiketohen si historike. Lufta në Ukrainë, lufta në Ukrainë, marrëdhënia konfliktuale e pritshme dhe që po nis që më 2 prill me Donald Trump në fushën e tarifave dhe të luftës tregtare. Roli i Kinës në sfond, e cila sidomos me industrinë e makinave është bërë shumë kërcënuese për pjesën tjetër, për kontinentin e vjetër. Pra, të gjitha këto komponente, nëse ne i marrim së bashku dhe i përzihem, duken paradoksale dhe duket sikur asnjëra nuk ka lidhje me Shqipërinë, po në fakt që të gjitha kanë indirekt nga pak lidhje me atë që quhet procesi i zgjerimit, ku është pjesë edhe Shqipëria. Pra, unë mendoj se Europa ka ndryshuar kryekput qoftë edhe 12 nga ai pozicion ku ajo ka qenë 12 muaj më parë, e jo më, po themi, 2, 3 apo 5 vite më parë. Pra e thoni situata është për ne në këtë rast është edhe më pozitive se në kohën e Varhelit. Është më e avancuar. Unë mendoj Sokol se siç na kanë futur pa ushtri në NATO, se realisht kemi qenë pa ushtri, do të jetë krejtësisht e pranueshme që të na fusin dhe pa ekonomi dhe pa shtet ligjor. Do të thotë, për sa kohë që vendimi është politik, e gjithë kolona e standardeve mund të relativizohet, madje me një të rënd të lapsit edhe mund të kancelohet. Tani, një politikan i vjetër, si Edi Rama, këtë gjë e shef, sepse natyrisht ka dhe më shumë informacion se në të tjerët. Tani, çfarë shef ai? Ai shef që në 12 vite, në 12 vite, dhe këtu ecet me nocionet e mëdha mendoj. Në 12 vite, politika e tij e brendshme ka pasur 1000 defekte cilat i vurin pjesërisht duke dhe fitimi. Aspekti më i suksesshëm i 12 vjeçarit të tij është ajo që unë kam quajtur hapja. Hapja si industri turizmi, hapja si rol stabilizues në rajon dhe hapja si një marrëdhënie në zhvillim dhe gjithmonë më ngushtë edhe me liderët evropian. Nuk është e rastit që me të gjithë krerët e Evropës së sotme, ai ka marrëdhënie personale komunikimi. Për herë të parë në Shqipëri vjen një president francez, le të themi, që s'kishte ndodhur kurrë, me von der Leyenin gjithashtu marrëdhëniet janë shumë të mira, ka një marrëdhënie preferenciale me Melonin, për shkak edhe të kampit gjatrit, dhe se sa të mira i ka marrëdhëniet me evropianët, Sokol, kjo u provua kur Greqia pati të vetmen herë dështim në përplasje me një shtet të tretë ballkanik. Ishte përplasur me Turqinë, me Bullgarinë, me Maqedoninë e Veriut, dhe gjithmonë kishte fituar sepse i kishte bllokuar. Greqia nuk arriti të na bllokojë për çështjen Beleri dhe kjo është një e parë absolute. Pra, kjo tregon që pozita e Shqipërisë është e tillë që duke qenë edhe në deficit bilancesh të tjera, me siguri kryeministri shqiptar ka menduar që kali betejës më tërheqës dhe më i bukur dhe më i shndritshëm në këto kushte dhe përballë Berishës, i cili sipas tij është antiteza e gjithë kësaj, sepse është non grata këtu, është non grata aty, është i izoluar. Për mbart konfliktin. Sa e pranon dhe vetë doktori. Që e quajti, tha që Europa duar trokiti dhe aprovoi në heshtje narkoshtetin. Akuzë shumë e rëndë. Pra, Rama e ka bërë këtë zgjedhje edhe sepse është komode dhe është reale, sepse tashmë kemi hapur disa kapituj, por edhe sepse është ndër të vetmet dhe bën pjesë në atë që unë sapo thash,